Këtë të mërkur u zhvillua provimi 2 i programit kombëtar të arsimit bazë për nxënësit e klasave të 9-ta në lëndën e matematikës. Zyra vendore arsimore Vlorë Himar bën të ditur se në këtë proces morën pjesë gjithsej 1033 nxënës të shpërndar në 14 qendra votimi në përputhje me strukturën e shkollave përkatëse në jurisdiksionin e Zyrës vendore arsimore Vlorë Himar. Për garantimin e një procesi të rregullt dhe korrekt, u angazhuan 14 përgjegjës administrimit të provimit, si dhe 89 administrator, të cilët kanë zbatuar me përpikmëri udhëzimet dhe rregullat në fuqi. Televizioni 6+1 Vlora ka zhvilluar një vëzhgim gjatë kësaj të mërkure në disa shkolla 9-vjeçare. Provimi nisur në orën 10 përfundoi në orën 12:30, ashtu si kundër edhe matura. Provimet e minimaturës shënojnë fazën e rëndësishme në formimin e nxënësve, ndërsa ata përgatiten të nisin studimet e nivelit të dytë. Më 30 qershor, nxënësit e klasave të 9-ta do të zhvillojnë provimin e tretë dhe të fundit, atë të gjuhës së huaj. Provimi i gjuhës së huaj mund të jetë në anglisht, frëngjisht, italisht apo gjermanisht, në përputhje me gjuhën, e cila në planin mësimor të arsimit të mesëm të ulët trajtohet si gjuhë e huaj e detyruar në nivelin gjuhësor A2.